pasun këtë mënyrë. Se kjo është demokracia e mbrëmshme, është votë e mbrëmshme, unë e kom respektu edhe e kom nderu atë votë, edhe sot asaj dite, jom këtë nivel. Kush qëndën ata? Pse s'ka dalë me 19 nëntor 2023 asnjë kandidat me sfidu Limir Abdixhikun, po ju ka... Situata ka qenë tjetër atëherë. Situata është e njëjtë në politikë. No po, situata tjetër ndryshe është, se LDK është ndryshe sot. Edhe unë kom vlerësu, kom mendu, edhe kom nënshkru proceseve të mbrëmshme të demokracisë LDK-s, edhe jena këto. Jashtë meje në LDK nuk mundet me dalë grup tjetër politik, se s'kan legitimitet, s'kan forcë, edhe është vetëm për konzum mbrëmshëm. Le të urdhënojnë nëse dikush mundet me bë këtë punë. Përderisa unë jam nënkryetari i LDK-s, edhe përfaqësoj qatë rolin, përfaqësoj as jam ur, as jam dërmjec, as jam mes, as krijoj rrethontre, unë më shkaktu proces, edhe më udhëheq procese.